Ndodhem në tunelin e Murizit, vetëm pak orë para hapjes së tij zyrtarisht. Vite, muaj, punë e palodhur nga të gjithë skuadrat, në një vepër sfiduese infrastrukturore, e cila padyshim mori kohë, por tashmë është gati dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se dita finale, si kjo dita sot. Sot u plotësua ëndra shekullore e dy branëve. Një mrekulli e veçantë. Bravo! Jena shumë të kënaqur. Na ka ndihmuar maksimum. Plosi gjysore është, lagje Tiranës. Borreli 50 minuta maksimumi, Peshkopim po ashtu, Bulqizën të gjitha. Mrekulli, jashtëzakonisht mrekulli. I lumtë e Tiranës, i qoftë. Faleminderit, fantastike, kryevepër. Është një vepër madhështore për çon. Për çdo qytet. Peshkopis, Dibër, Bulqizë dhe më. Ka shumë mirë shqyqyrë vesh rrugë të hapën. Respekte dhe inshallah sa më shumë rrugë. Ndihmon vetëm Dibrën e Klosit, ndihmon gjithë Shqipërinë. Unë jam nga Tepelena, eki për në Dibër të Madhe. Kështu që na ndihmon tërë. Faleminderit, shumë faleminderit. Nuk e di, jemi qartë që kanë bërë. Se nuk e imagjinon, e përshim 3 orë gjysë rrugë, dilshim Rreshen, Burrel, Klos. 3 orë gjysë rrugë. Tash gjysë orë, 3 orë shpëtum. Po Dibranët, se ne ishim afër, Dibranët, kanë shkurtu 4 orë Dibranët. 4 orë. E ti themi faleminderit Belindës dhe Tiranës 100 herë. Vim nga Vlora dhe festojmë në Dibër. Përshëndetje. Ta gëzojnë Dibra. E kemi vënë emrin rruga Arbrit, sepse është rruga për të gjithë shqiptarët, është rruga që lidh Tiranën me Dibrën, është rruga që lidh Maqedoninë me Shqipërinë, është rruga që lidh shqiptarët me komunitetet tjera në Ballkan. Super! Rruga shumë e mirë, super fare. Model fare, hallalja bo zoti e Tiranës. Shumë mirë, apo mrekulli pashka, zoti e po. Me zë e kena pritë, si qyrë, mrekulli. Fillim shinduar. Ne bëjmë rrugën shpesh edhe na ndihmojnë shumë, 40 minuta. Gjëja më pozitive për Dibrën, edhe për gjithë shqiptarët. Super. Bravo e Tiranës. Mrekulli. Ta gëzojnë Dibranët dhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut.